A u vra me armë 27 vjeçari në Tiranë, policia ngjarja ndodhi në shtëpinë e shokut, u shpall në kërkim. Tirana është ronditur nga një ngjarje rënd ku një njerëz ka humbur jetën pasi dyshohet se është vetë flijuar në banesë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Tiranës, rreth orës 19:55, shtetasi me inicialet AM rreth 27 vjeç u dërgua me urgjencë në spital për ndihmë mjekësore. I riu kishte marrë plagë të rënda të cilat dyshohet se i kanë shkaktuar vetë me armë zjarri në banesë ndodhur në zonën e njohur si Rruga Ura. Pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve dhe përpjekjeve për t'i shpëtuar jetën, 27 vjeçari nuk ka mundur t'i mbijetojë plagëve dhe ka ndruar jetë pak pasi mbriti në ambientet e spitalit. Policia ka dalë me një njoftim zyrtar, ku bën me dije se gjatë kryerjes veprimeve të thelluara hetimore, kthyrja e kamerave, marrja e deklarimeve, rezultoi se ngjarja ka ndodhur në banesën e shtetasit KH, shok me shtetasin AM. Në vijim të veprimeve proceduriale u bë shpallja në kërkim e shtetasit KH, pasi dyshohet se ka qenë prezent gjatë ngjarjes, punohet për kapjen e tij dhe zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Njoftimi në vijim të informacionit paraprak të dhënë për vetë plagosjen e shtetasit AM 27 vjeç, i cili humbi jetën në spital, bëj me dije se gjatë kthyrjes së veprimeve të thelluara hetimore, kthyrja e kamerave, marrja e deklarimeve, rezultoi se ngjarja ka ndodhur në banesën e shtetasit KH, shok me shtetasin AM. Në vijim të veprimeve proceduriale u bë shpallja në kërkim e shtetasit KH, pasi dyshohet se ka qenë prezent gjatë ngjarjes, punohet për kapjen e tij dhe zbardhjen edhe dokumentimin e plotë të rastit, njoftoi policia.